A menon edhe ti që squats janë mbreti i ushtrimeve të leg day? Ju këmë kalzu që squats janë ushtrimi ma fundamental që ekziston. Ama sot, gjithnja ma shumë për del që leg press nuk është veç ushtrim sekundar. Bile për rritjet muskujve, nashta po konsiderohet edhe ma i mirë se vetë squati. Kjo për arsye se squats janë ushtrim për komplet trupin. Duhesh me stabilizu korin, shpinën, ijet, të vynë balans, e krejt qëtu veç në men me majt edhe lodhësh. Kurse në leg press nuk i ki krejt qëtu detyra. Fokusi shkon drejt në muskujt e quads. Ma pak energji argjohet në balans e ma shumë tension shkon direkte në muskuj. Qëre tash, mos mi përzi sene. Squati ndërton forcë, atleticizëm, koordinim edhe është një prej ushtrimeve më të mira për performancë. Ama s'do më thoni trajtu ushtrime tjera si inferiore nëse qëllimi është vetëm hipertrofia muskulare. Shumica e njerëzve nuk janë powerliftera, thjesht kanë qef në ndërtu muskuj edhe më duk ma mirë. Kështu që nëse dikush ka lëndime të mahershme, ose tutet prej lëndimeve eventuale dhe refuzon me bo squats, leg pressi më në të trajtu si zgjidhje. S'ka nevoj me qenë njona ma e mirë se tjetra, ushtrimet s'janë rival. Qka do që të shtën ty muni ma i sigurt edhe ta nxjerr 100% prej vetës. Bile s'është marrë me bo dyat, pa u kap emocionalisht për asnjënën. Nejse, ti për me mësu ma shumë si kjo, bënë follow Urban FM krejt platformat sociale, se dhe subscribe në YouTube.